Pra, kjo mu duk një funeral më shumë se sa një dasëm. Dakor, po ideja është që mungojnë protagonistët, ata që do të jepnin kuptim marrëveshjes. Pra, sepse marrëveshja për ta nuk ka kuptim. Pra, kjo marrëveshja që është ofruar për ta, për të dyja palët, qoftë për palestinezët dhe për izraelitët, nuk ka kuptim në formatin që është ofruar. Pra, të dyja palët nuk i pranojnë pjesën më të madhe të asaj marrëveshje, dhe për këtë arsye palët nuk ishin prezent. Pra, Izraeli nuk pranon shtetësinë e Palestinës, Hamasi nuk pranon çarmatosjen dhe dorëzimin e sovranitetit të Gazës, një entiteti të huaj kushdo qoftë ai dhe çfarëdo lloj koncepti të ketë ai. Pra, të dyja palët në këtë aspekt e kundërshtojnë marrëveshjen, po secila në mënyrën e tyre pa dashur që të kundërshtojnë totalisht atë propozim të Shtetit Bashkuar të Amerikës për arsye se kjo lloj armpushimi ju nevojitej të dyja palëve në këtë moment. Në Izrael është festuar me të madhe rikthimi i pengjeve, atyre që ishin ende gjallë dhe siç e dim ka filluar edhe kthimi i mbetjeve mortore të atyre që kanë humbur jetën. Po. Ndërsa nga ana tjetër Izraeli ka pranuar të lëshojë nga burgjet apo nga pengmarrja, mund ta quajmë edhe pengmarrje për sa kohë ata njerëz nuk janë nënshtruar një procesi të rregullt ligjor, për sa kohë janë arrestuar dhe mbajtur në gjendje arresti me një ligj ushtarak dhe me gjykata ushtarake në Bregun Perëndimor, pra jo me ligj civil, jo me kod penal, janë rreth 2000 vetë që do të lirohen.